dhe progresit që pritet në fakt sa i takon luftës kundër korrupsionit apo dhe sondimit të ligjit. Nëse shohim deri në këto momente, sa efektive dhe si vlerësohet nga ana juaj e gjithë arritja që është bërë deri më tani, duke vendosur kështu para drejtësisë edhe funksionar të lartë. Ndërsa pyetje tjetër për kryeministrin, nga ajo çka Partia Socialiste duket që ka qenë mbështetëse kryesore, referuar këtu edhe fjalës tuaj dhe çka keni thënë më herët se i takon reformës në drejtësi. Jeni të kënaqur, po them kështu, ose të paktën a janë arritur objektivat kryesore në raport me gjithë funksionin që ka patur SPAK deri në këtë moment dhe a prisni më tepër prej SPAK? Faleminderit. So thank you. Faleminderit. Po, reformat e BE-s kanë disa faza në lidhje me sundimin e ligjit, lufta kundër korrupsionit. Së pari është miratimi i reformave, faza e dytë është zbatimi i tyre. Dhe më pas është edhe pjesa e gjyqësorit, jo vetëm që të fillojë procesin apo proceset, por edhe që të arrijë në vendime të gjykatave. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për qytetarët që të shikojnë që të gjithë po e marrin seriozisht luftën kundër korrupsionit, sepse kjo është edhe një nga themelet e sundimit të ligjit, paratë e tatim paguesve të shihet pra që po shkojnë aty ku duhet të shkojnë. Me që është edhe pyetja e fundit, duat të bëj një përmbledhje duke u nisur aty ku ka e mbyllur